e të marrin fotovoltaik, marrin licenca për terrene. Nuk e kanë mundësinë as të aplikojnë për bashki dhe për të marrë edhe në Lushnjë, për portën e Alpeve, apo ku e di unë për malet e Shqipërisë, që vetëm nuk e di, po unë ka lindur e jetu në Lushnjë 70 brezat dali dhe atje malet. Nuk i kanë mundësi njerëzit e thjesht këto. Njerëzit e thjesht sot po rebelojnë pikërisht ajo arroganca juaj, nga ajo tërheqja zvarr. Zvërneci ishte ajo pika që derdhi gotën, e mllafit, e babzis të këtij pushtetin ndaj atyre që ju ka marrë erzën. Ajo tërheqja zvarr është ajo foto, ajo piktura më e shëmtuar që i keni dhënë në 13 vite pushtet këtij vendi. Ju, ka të majtë e djathtë atje, pa tjetër, se janë lodhur me politikën e madhe. Janë lodhur duke dëgjuar marrëzirat tuaja. Se flasin për pensionet, pa i kemi pyetur ndonjëherë pensionistët që lozin domino, se si e shtyn muajin? A ka bërë ndonjëri prej jush? Ndonjëri prej jush të marri dhe të shkoj te posta dhe të pyesi sa lek marrin pension këta njerëz? Se kam pyet unë nga familja ime, nënën time më së pari, edhe për të zbritur gjithë familjarët e mi. 123.000 lekë vjetra. 12.300 lekë. Apo e doni me terma ndërkombëtar. Kaq pra kaq. Ju që thoni jemi një hap larg Europës. Cila Europë fut me 100 euro? Nuk pagon dot biletën e avionit se ngel në avion pas zbrit me lekë që ju jepni njerëzve pension. A e keni pyet ndonjëherë ju si gjyshrit i presat Anipa dhe Mesa kanë frikë të vej? A i dini ju që njerëzit thonë inshallah nuk po mfton mua ndasëm se nuk kam lekë me hedh, me shkun sebeb, me shkun gjinaze. A i dini ju që këtë pikërisht këta njerëz dhe majnë frymën gjallë nga ata fëmijë që kanë, ata të afërm që kanë, se nuk sigurojnë do të bukën në fund muaj. A i dini ju sa është ndihma ekonomike, keni trokit do herë në përbashki, ju pra që da thoni do i majmë 61 bashkit, merrni, mos u fryfshi, po pyesni sa lekë ndihmë ekonomike ndani në muaj, për njëri 27.000 lekë, ose si që do Ministri Financave 2.700 lekë. 2.700 lekë të reja, ose 27.000 lekë vjetra, nuk ma do të frymë gjallë. Japë se njerëzit janë shesh. 2.700 lekë ndihmë ekonomike. E kupton ku jemi, në çfarë faze? Kjo është situata, për këtë do të gjojmë, do të heshtim. Gjojmë ulërimat e tyre, bërtimat e tyre, shimi para pasyës dhe themi ku jemi me realitet që na thonë. Ku jemi? Çfarë po bëjmë në këto 13 vite? Çfarë keni bërë në 36 vite për këta njerëz? Se prandaj janë derdhur në shes sot. Sepse i tregoni arrogancën, i tregoni dyert ja përplasin në surrat, nuk i fut njeri në për xhyrët e shtetit ata njerëz atje, prandaj janë derdhur sot në rrugë. As për gjë tjetër. Sepse shkon në spitale dhe nuk merr shërbim. 2 raste ditëve të fundit. Mikesha jon, njeri që njohin gjithë në Lushnjë, shkon sepse do mjekonte djalin çau dorën. U detyrua të blejë tetanoz në farmaci jashtë, se spitali nuk e ka. Për këtë duhet shqetësohet çdo njeri prej jush. Ftesës time nuk e përgjigj kush. Nga ministri apo kryeministri Vida Shikoj, pse u rreni kaq shumë ata njerëz? Se dëgjova që kur ne nuk kemi probleme krahinore këtu, kemi probleme pse na urrejnë ne si Lushnjë, se nuk kemi tetanoz. A e dini ju që po ky shtet bëri 2 palë analiza dhe të njëra tregonte që ishte me leucemi dhe tjetra ishte në vlerë normale? Po. Edhe nuk po e tregoj për tjerë, por të brasin tim konkret. Timin. Merë analizat ma sidhurova gjak. S'ke ruazat barat, më ka maru. Di kërkoj borgjë.
Dakord? Alarmohem, qa ndodhi? Shko bëhe analizat, prap jo, jem rregull. Po pra shteti juaj, sepse që tha ministra 20 ditë ka, që kam qellurit edhe 10 ditë që i keqë, se merën analizat më rokla, hypet në fugon me 20 gradë temperatur, pa lekur të vejt tira, pa lekur t'i pje i radha kësaj, pa të stili përgjigje. Pra ti që kemi lutë që mi, po gjaku jotë po përdor ka, edhe të ftojmë t'japë shprap, po ka buda lejmë më të mëdhej se këto shkresa ku që firmos. Pra naj Lusjarit i ftoj gjithë ditën e djelë në orën 10, me shpirt, pa parti, të vinë dhe të protestojnë që ju, politika juaj, gjithë ju ministrat që keni marrë votën në Lushnjë, të vini, t'i ktheni dignitet, t'i ktheni spital, t'i ktheni shërbim, t'i ktheni medikamente, dhe pastaj të flasim për Europë. Po pa tjetër që t'i ktheni pikërisht atyre mësuzve, sot, se ju flasim për pensione, pa ta nuk pëngopi do të barku me bukë, s'pëngaj do të fëmijët e tyre nuk me shkollojnë do të, po bëjt 2 turne, misht, shokët tanë, të majtë e djathë mësus, po punojnë bas dite në pompë benzine. I vjen zorë nga ata fëmijë që para dite i kanë dhënë mësim dhe mas dite gjenë të pompa duke i shërbyer për benzinë. Për dignitet vojnë ata. E keni shkatruar atë shkres. Që dje ishte shtresa më luksoze, më dignitoze, më parsore e qyteteve të sot, është kthyer shtresa më ulëritse për të bëhet degdisur nga të gjithë. Prandaj ikin njerëzit. Prandaj ikin njerëzit, ikin nga ky vend. Ikë rinia, ne themi s'blen dot shtëpi. Po rinia nuk pagut dot bukën e vet, sufllaqet e vetat. Kaq dignitet nuk keni ju për këtë rini, për të kushtet të studentëve. Sepse do t'i merrni 7-800.000 lekë në fillim të vitit, pa pyetur që ata marrin nga 27.000 lekë ndihmë ekonomike, ju i mini 700.000 lekë taks shkolle. Pastaj doni edhe 700.000 lekë për konvikti, po ku do hang këta njerëz? Gjyshim thoshte që fukarallaku ka maskarallak. Edhe në këtë vend është shtuar me maskarallaku. Dhe maskarallaku dhe fodullaku ju i çoj ata sot. Atje panti plum, pam një mendim, pashu dhe sot i mendim më dëshpërur për policinë e shtetit. Se mendi ministri ju e ka për parkime dyshe. E si të vënjën apo tjetër palë drejtor policie. Kjo është si bujësia. Se hap një grade për konkuruar njerëzit, po ku t'i gjinë ata 3 hektarë? Që të ketë 3 hektarë një familje bujësoj, do të ketë pas 11 veta në shtëpi. Kush i ka të gjithi ka 11 veta? Po si do konkurojnë ata? Ska pra 1 hektar ka 2, pse mos të marri? 1 lop ka, pse mos të marri për ata? Po sepse ju doni përzën dhe ata një pak njerës që punojnë me ato thonjë, me ato gishta, doni të mej përzën. Ne jemi akoma, themi rrugë dhe drita se gjoja të ministre infrastrukturës, po vjen dot kur e gjojnë televizor, se nuk e shoh dot se me erët. Dhe i them, o Karakaçi, i keme akoma me trungje, i ke lartë në plep, në fik, në mullar, bari, i ke drita, korendit. është turp që sot nuk ka drita, nuk ka ujë dhe nuk ka rrugë në përfshatra. Skandal! Ndaj që unë sot dhe më atje si qytetar i lirë për gjurthritjen atyre dhe për t'ja u transmetur 2 llafe juve më tej. Zonja Çaushi, keni fjalën të përgatitet zonja Bardeli. E nderuar drejtues e seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Shpesh në këtë sallë dëgjojmë ligje apo marrëveshje, të cilat në pamje të parë mund të duken larg jetës së përditshme të qytetarëve. Por kjo marrëveshje është ndryshe, sepse lidhet drejt për drejt me jetën e tyre, me mundin, me vitet e punës dhe me sigurinë e së ardhmes së tyre. Shqiptarët janë një popull punëtor. Kudo që kanë jetuar e punuar, kanë treguar seriozitet, ndershmëri dhe përkushtim.
kanë respektuar ligjet e vendeve ku jetojnë dhe kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në ekonominë dhe në shoqërinë e tyre. Mes tyre ka dhe shumë bashkëqytetarë që jetojnë dhe punojnë në Poloni, njerëz që kanë ndërtuar jetën me sakrificë, që kanë paguar kontributet e tyre dhe që si çdo punëtor i ndershëm presin që mundi i tyre të vlerësohet. Ajo që kërkojnë është shumë e thjeshtë, vitet e punës të tyre të mos humbasin, që kontributet e paguara të njihen dhe që kur të vijë dita e pensionit apo nevoja për mbrojtje sociale të marrin atë që u takon. Pikërisht këtë garanton kjo marrëveshje. Ajo siguron që periudat e punës dhe kontributet e derdhura në Shqipëri dhe në Poloni të njihen reciprokisht, duke u dhënë qytetarëve më shumë siguri dhe më shumë drejtësi. Pas kësaj marrëveshje nuk ka thjesht nene, ka histori njerëzish, ka histori prindrish që kanë punuar larg familjes për të siguruar një jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Ka histori të rinjësh që kanë ndërtuar jetën në një vend tjetër. Ka histori sakrifice, pune dhe përpjekjeje. Detyra jonë është të ndërtojmë politika që prekin pozitivisht jetën e qytetarëve. Dhe kjo është pikërisht një prej tyre. Shqipëria e sotme është një Shqipëri që kujdeset për qytetarët e saj, jo vetëm brenda kufive të vendit, por kudo ku ata jetojnë dhe punojnë. Kjo marrëveshje, krahas 20 marrëveshjeve të tjera të këtij lloji, është një tjetër dëshmi e këtij angazhimi, pasi u ka dhënë mundësi mira shqiptarëve që vitet e punës dhe kontributet e tyre të njihen. Pikërisht për këtë arsye nuk mund të mos ndalem edhe tek marrëveshja me Greqinë, e cila mbetet një nga marrëveshjet më të pritshme për qytetarët shqiptar. Për dekada me radhë, mira shqiptar kanë jetuar, punuar dhe kanë derdhur kontribute në Greqi, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm si për ekonominë greke, ashtu edhe për mirëqenien e familjeve të tyre në Shqipëri. Detyra jonë është të vazhdojmë të punojmë që çdo shqiptari, kudo që ka jetuar e punuar, të ndihet i mbrojtur dhe i vlerësuar për kontributin e tij. Kur bëhet fjalë për të mbrojtur mundin, djersën dhe sakrificën e qytetarëve tanë, nuk duhet të ketë ndarje politike, nuk duhet të ketë të majtë e të djathtë. Kur bëhet fjalë për pensionin e një punëtori shqiptar, për sigurinë e një familjeje apo për të drejtën e dikujt për të gëzuar frytet e viteve të punës së tij të ndershme. Duhet të jemi të gjithë në një anë, në anën e qytetarëve. Pasi pas çdo marrëveshje të këtij lloji qëndrojnë njerëz, familje, sakrifica dhe vite të tëra pune. Por fatkeqësisht në ana e opozitës nuk pati respektin më minimal për këtë marrëveshje. U fol për çdo gjë tjetër, por për përmbajtjen dhe rëndësinë e kësaj marrëveshje nuk u fol as pak. Kjo marrëveshje mbron mundin dhe djersën e shqiptarëve që jetojnë në Poloni, respekton kontributin e tyre dhe u jep siguri për të ardhmen. Dhe kur mbrojmë mundin e qytetarëve tanë, ne i shërbejmë drejtësisë sociale, i shërbejmë shtetit dhe i shërbejmë Shqipërisë. Prandaj ju ftoj ta mbështesim dhe ta votojmë këtë marrëveshje. Faleminderit. Zonja Bardeli, zoti Spahia, Bardh Spahia. Të nderuar qytetar, kolegë deputet, sot diskutojmë projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Polonisë për sigurimet shoqërore. Dhe sigurisht, vota jonë është pro nismave të tilla që janë gjithmonë në interes të qytetarëve shqiptar. Por, në të vërtetë, a është kjo një qeveri që punon për interesat e shqiptarëve? Ka ende marrëveshje me rëndësi të madhe që kanë mbetur pa